Selam aleikum për hoxhën tonë të nderuar. A bën të bëhet në shqip dhikri mëngjesit dhe i mbrëmjes, dhe kur hin koha e dhikrit dhe deri kur mbaron Allahu i nderuar. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuk ka ndonjë argument që ndalon me bën dhikrin në gjuhën shqipe. Këtë rast që është gjuha ju. Po edhe në gjuhë tjetër përveç gjuhës arabe. Për shkak se çështja është më e gjonë se sa që kaq. Nëse pyet me cila është më mira me bën gjuhën shqipe në gjuhën arabe, përgjigjja është në gjuhën arabe, e pa diskutueshme. Po a bën me bën gjuhën shqipe, bën. Dhe për këtë nuk ka ndalesë. Cila është koha? Koha e dhikrit mëngjesit është prej kur falet namazi sabat derisa të hyn koha e namazit drekës. Ose koha e dhikrit mbrëmjes është prej kohës së ikindis deri në kohën e yatsis. Në hapësinë është ka qenë mund. Pastaj cila është më e mira në këtë hapësinë? Më e mira në këtë hapësinë është dhikri mëngjesit, më bën më një herë masin falet namazit sabat, ose dhikri mbrëmjes më bën pak para se më fal namazin e akşamit. Në kjo koha më e voleshme, por hapësina është e madhe dhe falënderimet e kanë Allahut që hapësina është e madhe, vallahu a'lam.